Por ndërkohë, çfarë pasojash afatgjata mund të ketë ky shutdown për ekonominë amerikane dhe për besueshmërinë e saj ndërkombëtare, veçanti? Po, duke nisur tek elementi i parë, tek plani financiar, ka një kosto për ditë që rritet nëpërmjet mungesës kalimit të buxhetit dhe këtyre sektorëve sikurse kam, të cilët kanë krijuar ngërçe, kanë krijuar që mund quhet bottleneck, pengesa të mifillta për ekzekutimin e procedurave standarde që nevojiten nga qeveria federale dhe që ndikojnë tek jeta e qytetarëve, po ndikojnë tek bizneset, tek procedurat e ndryshme për hapjen e bizneseve, për regjistrimet e tyre, për çdo lloj veprimtarie ekonomike e cila varet dhe ndërvaret në fund të ditës nga shteti federal. Kështu që ka një kosto financiare e cila prograritet dhe shtohet ditë për ditë. Në rrafshin e besimit, që sikur se thatë ju dhe të imazhet që ka Shtetet Bashkuara, është një goditje e rëndë për imazhin për shkak se funksionaliteti i demokracisë amerikane ka qenë gjithmonë një shëmbëtyr tek e cila janë frymëzuar mjaft vende në përballë dhe kanë parë gjithmonë si një lloj yulli polar për atë që është një shtet funksional demokratik dhe që garanton më së paku elementet më bazike të qeverisjes funksionale për qytetarët e vendit. Fakti që kemi një lloj zgjatje të procesit, por edhe jo vetëm kjo, edhe një përsëritje të shutdowneve dhe të mbylljeve të qeverive përgjatë dekadës së fundit, një përshpejtim të tyre, nëse i referohemi periudhës më të mëhershme politike amerikane, tregon që ka një lloj bjerje të besimit tek ky imazh demokratik dhe tek mirë funksionaliteti i sistemit politik amerikan. Është një mesazh që Shtetet e Bashkuara mund ta evitojnë dhe leadershipi i dy partive mund ta evitonte fare mirë. Presidenti Trump pranoi se mbyllja e qeverisë ndikoi në zgjedhjet lokale që u mbajtën pak ditë më parë, siç e konfirmuat edhe ju në analizën tuaj pak pyetje më parë, por a qëndron vlerësimi se ajo që nxorrin pa rezultatin në New York ishte një lodhje tek kasta vjetër politike apo ishte thjesht mungesa alternativave serioze në atë garë? Po ka disa, mendoj se gara në New York për kryetarin e Bashkisë së New Yorkut është pak më specifike për vetë natyrën se si ishte se ndërtuar dhe për vetë aktorët politik tek të cilët u vendos Zoti Mamdani, i cili u zgjodh pasi fitoi primare demokrate, një emër i ri, jo vetëm nga mosha rishtare, por edhe nga eksperienca politike, dhe një person i cili mund në primare demokrate ish guvernatorin Cuomo, i cili tashmë ka ndodhur si i pavarur në zgjedhjet e kësaj jave. Pra kishte një kontekst politik shumë specifik ku në fund të ditës të dy rivalët kryesor vinin nga kampi demokrat, pavarësisht se zoti Cuomo kandidoi si i pavarur pasi humbi primare demokrate. Dhe nëse shikojmë edhe kandidatin republikan, zotin Sliwa, mori një përqindje shumë të ulët, më pak se 10%, e cila është e pa precedent për një garë të tillë, për një parti të madhe sikurse është Partia Republikane. Për te New Yorku që ka specifikat e tij, mendoj se duhet parë garat e tjera, të cilat ishin përgjatë kësaj jave dhe ishin mjaft më domethënëse për zhvillimet politike amerikane, garat për guvernator në New Jersey ose Virginia për shembull, të cilat u fituan nga demokratët dhe u fituan në mënyrë bindëse në Virginia duke shkaktuar një ndryshim të pushtetit pasi deri më sot kishim një republikan në krye të zyrës së guvernatorit, ndërkohë që në New Jersey, pavarësisht se sondazhet tregojnë një garë të afërt, kandidati demokrat fitoi me diferencë të thellë ndaj rivalit republikan. Pra tregon që kishte një lloj qefmbetje të elektoratit në këto dy shtete kundrejt republikanëve dhe sigurisht mund t'i atribuohet edhe një nga zhvillimet që lidhet me mbylljen e qeverisë dhe me mungesën e financimit të buxhetit shtetëror, por jo vetëm aq, edhe me një lloj reagimi një instinktiv që mund të ketë ndaj një administrate në pushtet sikurse është ajo e zotit Trump, e cila është polarizuese në vetvete. Janë tregues politik të cilët mendoj se do të analizojnë dhe do të krijojnë mjaft informacion të nevojshëm edhe për zgjedhjet mes mandatit të vitit tjetër, që do të mjaft përcaktuese se kush do të mbajë kontrollin në Kongres.